Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e radhës të Grave në Uniform. Ky është një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike. Unë jam Erida Curaj dhe sot jam shumë e nderuar që i kam në studio të ftuar Iliada Zhollani. Iliada është specialiste për marrëdhënie civile ushtarake dhe psiops. Çfarë do të thënë? Atëherë, kjo është një ndër specialitetet që bën pjesë në shumicën e reparteve ushtarake, eksaktësisht në seksionin e operacioneve. Është një specialitet tepër interesant, tepër i larmishëm dhe tepër i bukur për ata që arrin ta kuptojnë edhe ta bëjnë këtë punë me dëshirë dhe me qejf. Është pikërisht marrëdhëniet që forcat armatosura kanë si për stërvitje apo edhe për aktivitete të llojeve të ndryshme në raport me autoritetet civile. Pra, gjithmonë ne kemi një bashkëpunim të ndërsjellët me autoritetet civile apo jo vetëm edhe me popullsinë civile në rastet ku ne duam të dalim në terren apo situata të tilla. Ndërsa për sa i përket specialitetit tjetër që është psiops, ka të bëjë me operacionet psikologjike në tërësi në repartin ku ti shërben. Po shikoj që profesioni juaj që nga shumë dinamiksh. Kjo përgatitje vjen nga akademia apo është pjesë e trajnimeve të vazhdueshme në profesionin që keni zgjedhur? Sigurisht që baza nis nga akademia, është një cikël 3 vjeçar të cilin unë kam kryer në Akademinë e Forcave të Armatosura, pikërisht këtu në qytetin e Tiranës, edhe kam mësuar edhe kam përgatitur veten time në një formë të tillë që jam falendëruese gjithë grupet pedagogjik të Akademisë Forcave të Armatosura për këtë që unë jam sot dhe për atë që mendoj që do të arrijë në të ardhmen time. Por duhet teksuar patjetër edhe realiteti që është në momentin që unë kam kaluar në punë, sepse për një viti tani më unë jam titulluar oficere dhe shërbej në një nga batalionet më të rëndësishme dhe më prioritare të forcës tokësore, që është pikërisht batalioni i Këmbësorisë së Lehtë. Edhe aty non-stop ne jemi në lëvizje, non-stop jemi në stërvitje, në trajnime, ku patjetër ato që i ke mësuar dikur në akademi tani do t'i rifleksosh dhe do t'i mësosh dhe do t'i profesionosh. Keni qenë shumë vajza në akademi? Kemi qenë të pakta në krahasim me gjininë mashkullore, por të shumta në krahasim me vitet më përpara. Aktualisht në prezantim kanë qenë 17 vajza, edhe vlem për tu përmendur fakti që kemi pasur një bashkëpunim shumë të madh, sepse ti jesh 24 orë non stop aty është pak e vështirë. Ti aty krijon pak a shumë një vëllazëri të re, motra të reja, familje të re. Kuptoj. Përpara se të bashkohesh akademisë, kjo ka qenë, mund të themi, frymëzimi juaj të zgjidhja akademinë apo ishte një zgjedhje çasti? Nuk ka qenë një zgjedhje çasti deri diku, nuk ka qenë asnjë zgjedhje shumë e menduar më përpara. Por ashtu si një nga ëndrat e mia të dikushme ka qenë që unë doja me patjetër të bëja diçka në jetën time në mënyrë që t'i shërbeja vendit tim. Kur nuk e kam menduar si alternativë largimin nga Shqipëria, edhe ku më mirë se sa në forcat armatosura unë mund të bëja diçka për të mbrojtur interesat dhe vlerat e larta të kombit shqiptar. Kështu që unë vendosa që mënyra më e mirë për t'i shërbyer ishte t'i bashkohesha forcave të armatosura. Ka pasur edhe një shtys nga një familjar im, nga xhaxhai të cilin e kam gjithashtu ushtarak, edhe thash atëherë këto janë arsyet kryesore. Gjithashtu ka të bëj pak edhe diçka tjetër që unë nuk kam qenë tip i vajzës që jam sot. Karakteri im ka ndryshuar plotësisht, është formsuar dhe është bërë një karakter mund të themi pathyeshëm. Edhe duke qenë se kam qenë pakës më dobët mund të them më përpara në shumë mendime, thash pse jo të mos zgjedh një profesion i cili do të më ndryshojë mua tërësisht, edhe në këtë formë do të sfidoja veten, do të shikoja se deri ku mund të shkoja edhe ku mund t'i thyja limitet e mia. Kuptoj. Do të thënë ju pas keni patur një simbol përpara në idealet tuaja përpara se të bashkoheshit të uniformave. Tashmë që ju jeni siç edhe thatë një karakteri tuaj është bërë më i fortë, më i pathyeshëm. Këtë e kuptoni gjatë jetës së përditshme në punë apo edhe jashtë punës? Është e vërtetë që mund të arrit ashtu edhe jashtë orarit të punës. Mund të duket e çuditshme deri diku, por në shumicën e kohës unë kur jam me shoqërinë time civile, nuk e ndjej veten plotësisht të vërtet ashtu siç mund ta ndjej ku jam me persona ushtarak brenda apo jashtë orarit të punës. Sepse forcat armatosura në vetvete janë një botë ndryshe që dikush civil, pavarësisht sa të mundesh t'ia shpjegosh, nuk do të arrijë ta kuptojë dot kurrë. Edhe është has pak vështirësi në raport me civilët, sepse unë mendoj që të qenë një pjesë në këtë uniform të bën ty të mendosh ndryshe nga civilët, të bën të shohësh botën me një tjetër disiplinë, me një tjetër pjekuri edhe me një tjetër mendoj arsye logjikimi. Ajo që doja të dija më tepër është, meqense ju jeni brez i ri, meqense ju jeni të sapo hyrë në rrugëtimin tuaj, në profesionin tuaj,
çfarë janë ato momente dhe mund ta keni shumë të freskët për ta ndarë me ne vetë. Cilat janë ato momente që ju keni menduar është vërtet sfidë, është komplet ndryshe nga shkolla, është komplet ndryshe nga ajo çfarë mendova. Sfidat e para në procesin e punës dhe në këtë lloj pune. Atëherë, për sfidat më të mëdha, unë do të përmendja sfidat gjatë fillimit të akademisë. Patjetër që pastaj sfidat bëhen më të vështira, por fillimisht është tepër i vështirë tranzicioni nga jeta civile në jetën ushtarake, sepse ti hyn nga një botë e padisiplinuar, e papjekur në një botë ku ti duhet me patjetër të piqesh, dhe ne në ushtri zakonisht karakterizohemi nga fleksibiliteti, kështu që ti duhet me patjetër të përshtatesh se nuk e ku shkon. Dhe vetë bota ushtarake është ndërtuar në një formë të tillë që do përshtatesh se nuk e ku shkon. E kupton, dhe vetvetiu ty të vjen kjo karakteristikë. Thash sfidat më të mëdha i kam kaluar mendoj në akademi, duke qenë se kam qenë në specialitetin e shkencave ushtarake që përkthehet ndryshe më thjesht në këmbësori, kam qenë non stop në terren në stërvitje ku ti do duhej të përshtateshe njësoj si gjinia maskullore, edhe duhet të arrije normat njësoj si ata. Patjetër kishte ndihmes, por vetvetiu egoja jote nuk të lejon që të lejosh të tjerët të privojnë një farë forme vetëm prej aspektit gjinor, kështu që do më përpiqesha në maksimumin tim, madje të kaloja dhe maksimumin tim, vetëm që unë të isha njëjtë me çunat, mund të them edhe më mirë se ta. Pastaj përveç se sfidave fizike, patjetër që duhet thënë edhe sfidat psikologjike, sepse ka ushtria ato rregullat e veta, të cilat ti në fillim e përjeton pak keq, por thash këto të bëjnë ty më të fortë dhe më të pathyeshëm. Për sa i përket pastaj tranzicionit të televizjes nga kalimi në shkollë në punë, patjetër janë disa sfida të reja sepse ti tani hyn në botën e vërtet ushtarake. Aty fillon të vendosësh në praktikë ato të cilat i ke mësuar në akademi, edhe duhet që të përshtatesh me njerëzit, me punën, sepse krijon një tjetër lloj opinioni për ushtrinë kur je në akademi dhe shikon që realiteti është pak ndryshe. Edhe duhet të fillosh tani më nuk je thjesht një student, je ti ai që do drejtosh disa të tjerë, je ti një oficer që do kesh në varësi shumë njerëz dhe ty të jesh tepër i kujdesshëm në çfarë vendimesh merr për këta njerëz. Pjesa që hasim shpeshherë dhe në pyetjet tona në podcast është sa shpejt përqafohen këto brezat. Pra në moment që ju arrini këtë fazë të jetës që futeni në akademi dhe juve patjetër që duhet mësoni shumë nga persona që kanë eksperiencë, nga ana tjetër keni nevojë për një mentor, pra një drejtues. Juve vetë sa e përqafoni këtë drejtues dhe nga ana tjetër sa drejtuesit ju përqafojnë juve. A ka qenë kjo një nga sfidat? Atëherë, fillimisht kur kam hyrë në punë, ka qenë një ndër frikërat më të mëdha që kam pasur, pikërisht ky përqafimi nga të vjetrit, mund ta them. Sepse mendoja se ndoshta është mospërfillje ose nuk di se si do të na prisnin. Dhe ka qenë e kundërta, ka qenë totalisht e kundërta dhe ndihem shumë e lumtur që ka qenë ashtu, edhe vazhdon të jetë në të njëjtën formë. Na kanë pritur shumë mirë, jo vetëm mua, por gjithë kolegët në gjitha repartet e forcave të armatosura, si në forcë detare, në forcarore apo në forcë toksore. Edhe na kanë ndihmuar për pyetjet e paqartësisë që kemi pasur, na kanë treguar rreth punës, na kanë bërë të ndihemi më familjar në këtë punë edhe me ta. Patjetër që vazhdoj edhe pse tani më është një vit që unë punoj edhe jam oficere, përsëri mund të them se më nevojitet ndihma e tyre dhe ndihem shumë e lumtur, të paktën në repartin ku punoj, që kam mbështetjen e më të vjetërve në çdo moment për çfarëdo lloj pyetje, pavarësisht gradave. Edhe kjo vazhdon të jetë në vazhdimsi, mendoj, edhe më thash më bën të ndihem shumë i lumtur ky fakt, se tregon që ti nuk ndihesh i huaj kur shkon fillimisht aty. Kur keni zgjedhur ushtrinë toksore, pse nuk zgjodhët ose ajroren ose detaren? Okej. Thash edhe një përsa të armatosura ndahen në këto tre specialitete kryesisht. Duke thënë se e përmenda edhe më sipër për pjesën e vështirësive dhe sfidave të vetes. Kam dashur që të shërbej në forcën toksore, jo pa qëllim, por sepse mendoj që ajo është baza e forcave të armatosura. Mua më pëlqen të jem aty non stop në terren, të jem çdo moment, ditën dhe natën, në mes të maleve, në mes të pyjeve, për të sfiduar gjithçka të mundshme, thash, për të mbrojtur tokën mëm edhe për të mbrojtur vlerat e këtij vendi ku ne po rritemi dhe po jetojmë, dhe pse jo për ta çuar atë aty ku e meriton. Sepse realitetin e dim, të gjithë të rinjt ashtu siç mendoja dhe unë, ndoshta deri diku para disa vitesh dëshironin të largohen dhe vazhdojnë të dëshirojnë të largohen nga shteti shqiptar. Pse mos ta bëjmë këtë vend që ne të japim kontributin tonë këtu dhe ta bëjmë ashtu si vendet ku ne dëshirojmë të jetojmë. Juve në përgjigjen më përpara, më dhatë edhe përgjigjen e një pyetje që do të aksillja pak më vonë, duke më shpjeguar që është pjesë e karakterit tënd, akoma tepër të pëlqen mënyra se si ti je transformuar dhe ke krijuar një karakter akoma më të fortë. Prandaj gjithsesi do të bëja një pyetje
si dukesh ti nga jashtë? E ke parë perceptimin që je duke bërë një punë burrash, të thojza, sepse duke patur atë stereotipin që kjo është një punë burrash dhe ti ja ke dalë me shumë mirë, qoftë në akademi, qoftë tani. Gjithçka që thatë në këtë pyetje mendoj se e kishte përgjigjen brenda pyetjes. Pyetja vetë ishte përgjigja. E di që nga jashtë duket një botë maskiliste, duket një botë e egër për femrat për të punuar në të dhe për të pushtatur me të. Por më mendoj se nuk është as pak e tillë. Domethënë e kam pasur të përshtypje dhe këtë frikë paraprakisht edhe unë para se të bësha pjesë e ushtrisë shqiptare. Por tani më e kam kuptuar që nuk është fare diçka që ty të pengon aspekti gjinor, nuk të privon në asnjë lloj forme. E kam parë që nëse ti ke një karakter të fortë, nëse ti dëshiron të punosh dhe e ke qëllimin tënd të qartë se ku do të arrish, absolutisht nuk të pengon asgjë. Edhe unë mendoj pa dashur të bëj dallime midis dy gjinive, deri diku nëse marrim në një formë të përgjithshme, vetëm nga ana biologjike, meshkujt e kanë pak më të theksuar aspektin fizik, janë pak më të fortë se sa gjinia femërore nga vetë ana biologjike, pjesën më të madhe të rasteve. Dhe njëkohësisht, gjinia femërore, ne e dimë jemi pak më kreative, jemi pak me shumë ide. Edhe këto dy lloj kombinimesh mendoj që nevojiten dhe janë super të nevojshme për ta bërë punën ushtarake më të saktë, edhe më të larmishme, edhe më të kënaqshme për ata që punojnë në të. Mendoj që ato femra të cilat punojnë në forcat e armatosura e dinë shumë mirë që absolutisht nuk është një pengesë të qenit non stop nën praninë e meshkujve dhe në një botë që duket nga jashtë se është maskiliste dhe maskullore. Thash nëse qëllimi është i qartë dhe i saktë, ti nuk të pengon dhe nuk të privon absolutisht asgjë. Madje ndonjëherë mund të them që ne femrat ja u kalojmë edhe meshkujve, edhe nga aspekti fizik, edhe në shumë aspekte tjera. Por një rol të rëndësishëm në këtë lloj komforti që po mendoj ka të bëjë shumë edhe mbështetja që vjen nga kolegët e gjinisë maskullore, sepse është respekti ndërsjellët, është ndihmë nga ana e tyre, mirëkuptim, edhe kështu ti ndihesh më familiarizuar dhe nuk je në siklet, mund të them, në këtë lloj aspekti. Po kuptoj që nga më shumë avantazh të jesh minoritet në këtë lloj profesioni se sa disavantazh kur thonë të jesh në një botë maskiliste kur punon në një ambient maskilist, sepse po shikoj të gjitha ato çfarë po citon shpeshherë falenderon mënyrën se si ata ju kanë përkrahur, ju kanë mësuar dhe po shikoj që akoma minoriteti që nga shumë më pozitive, pra që nga avantazh, si mendon? Po, është një avantazh. E mendoj që është avantazh. Patjetër që mund të them disa disavantazhe ose sfida i ka të qenit femër nëse flasim me realitetin, sepse thash nga aspekti fizik, apo nëse në një moment kur ti je bërë familjare, je nën, patjetër që është ajo pjesë e vështirësisë dhe sfidës. Por në momentin që ti e vendos që do të bësh pjesë forcave të armatosura, i merr parasysh disa gjëra dhe ti vendos që do sakrifikosh gjithçka, edhe largohet në një formë ai egoizmi që të mendosh më për veten, sepse ti tani më ke vendosur të shërbesh kësaj uniforme, familjes tënde, shoqërisë dhe popullit shqiptar. Të qenurit në një uniform, mendon se ka avantazhe ekonomike, karriere, mund të arrihen shpejt shkallët? Patjetër nga ana e karrierës. Unë kam kuptuar tani më që nëse ti dëshiron vërtet jesh i arrir në një profesion, forcat armatosura janë një ndër vendet kryesore ku ti mund të arrish këtë edhe mund të bësh ndër personat më të privilegjuar. Për sa i përket anës së karrierës, thash ke mundësi të pafundme. Forcat armatosura të japin ty gjatë gjithë karrierës tënde, gjatë gjithë punës tënde, mundësi që ti të shfaqësh veten dhe aftësitë tua nëse dëshiron të arrish diku. Edhe ka mundësi të pafundme jo vetëm brenda shtetit, por edhe në bashkëpunime me shtetet e huaja dhe palët e huaja ndërkombëtare. Pra nëse unë do të kisha dashur që në një moment të bëhem generale forcave të armatosura, atëherë synimin e kam të saktë, të qartë, e di se çfarë rrugë duhet të ndjek edhe forcat armatosura aty të japin mundësi që ta shfaqësh veten që ti je për një pozicion të tillë dhe mundesh ta bësh diçka të tillë, edhe kështu të japin mundësitë e trajnimeve dhe stërvitjeve që ti të përgatitesh. Për sa i përket aspektit ekonomik, pastaj patjetër edhe kjo ka të bëjë në mënyrë të barazveshur në mënyrën se sa ti punon. Edhe do të shpërblesh për punën që bën patjetër. Nëse ne do të ishim në auditor tashmë në një gjimnaz, çfarë mesazh do t'i drejtoje të rinjve, sidomos vajzave në rastin konkret, t'u ofrojnë profesioneve me uniform, kush do të ishin disa mesazhe ose disa arsye pse ata do të bashkohen? Atëherë, unë do ta nis përsëri me veten time duke thënë që kam bërë vendimin më të rëndësishëm dhe më të saktë të jetës sime që jam bërë pjesë e forcave të armatosura. Nisur nga kjo do t'ju ftoja të gjithë të rinjt dhe do t'ju sugjeroja të gjithë gjimnazistëve, maturantëve, djemve dhe vajzave që të bëhen pjesë e rangeve tona sepse ka tepër arsye. Së pari, nëse mund të marrim gjën më bazike që ndoshta logjikon një maturant në momentin kur është duke zgjedhur
studimet për të cilat do të vazhdoj, është fakti që ti, ndryshe nga shumë studime dhe universitetet e tjera, në fund të ciklit të bachelorit, ti e ke një punë të garantuar. Nëse vazhdojmë pastaj në gjëra më të thella, patjetër që janë arsye që përmenda më tepër, ti mund të krijosh një karrierë tepër të suksesshme, mund të krijosh një të ardhme të ndritur, edhe ku më shumë se në këtë lloj profesioni ti mund ta gjesh atë. Por gjithashtu ka diçka tjetër që është ekstrem e bukur, do ta sugjeroja për të dyja gjinit. Eksperiencat që ti fiton gjatë akademisë edhe punës në profesionin e ushtarakut. Unë kam kaluar deri më tani që janë vetëm 4 vite dhe kam parë dhe kam përjetuar momente edhe gjëra shumë unike që në jetën civile nuk do t'i kisha provuar dot kur. Edhe këto të krijojnë ty të bëjnë të kesh një jetë në fund të ditës që kur të jesh në moshën tënde të tretë, të kthehesh mbrapa dhe të mendosh sa kujtime të bukura pas kam kaluar. Prandaj për një eksperiencë më të mirë, të larmishme, për një jetë më të bukur, për një jetë plot me aventura, edhe për një karrierë të suksesshme, për të bërë dikush dhe për të lënë gjurmë në të ardhmen tënde, unë do t'ja sugjeroja çdo të riu dhe çdo të reje të bëhet pjesë e forcave të armatosura dhe familjes tonë të madhe. Faleminderit shumë, faleminderit që ishe me ne, faleminderit që na frymëzove, që na dhe këtë atmosferë kaq pozitive, mbi të gjitha kaq motivuese. Jam shumë e sigurt që ky mesazh do shkojë patjetër edhe tek të rinjt, përveç se tek auditori jon i përditshëm. Faleminderit shumë ambasadës britanike për këtë mundësi që na lejon të takojmë vajza kaq të mrekullueshme. Faleminderit.